Me emrin e Allahut, gjithëmshirshmet, mëshirëplotit. Gjitha falenderimet janë për të madhin Zot, për shëndetjet Muhamedit alayhi salatu wassalam. I madhi Zot në ajetin 21 të surës Al-Ahzab, i madhi Zot thot: ju kishit shëmbëltyrën më të mirë të dërguarin e Zotit për ata të cilët e synojnë botën tjetër dhe synojnë takimin me të madhin Zot. I madhi Zot na tregon që për ne si besimtar, shëmbëltyra më e mirë duhet me qenë shëmbëltyra Muhamedit alayhi salatu wassalam. Sigurisht për ata i cili ka synim botën tjetër, edhe ka synim takimin me Zotin. Edhe besoj që këto janë synime që duhet t'i ketë edhe i ka çdo besimtar edhe çdo besimtare. Jemi në fillim të vitit të ri hijri, sot është pikërisht data 3 Muharrem, vitit 1447, viti hijri llogaritet me vitin kur pejgamberi alayhi salatu wassalam ka bërë shpërngulje nga Mekka për në Medinë. Shumë prej dietarëve musliman kur flasin për këtë datë, për këtë ndodhi kaq të madhe historike, thonë që ndodhia e hijretit është ndodhi e cila e ka ndryshu rrjedhën e historisë. Nëse nalim dhe e krahasojmë hijretin apo shpërnguljen e pejgamberit, migrimin e pejgamberit me rastin e Isras, me ndodhinë e Isras dhe Mirajit, ndodhia e Isras dhe Mirajit është mrekulli në vete, për shkak se është diçka përtej njerëzore, edhe i madhi Zot ja ka bosi një lloj dhurate pejgamberit alayhi salatu wassalam. Mirë po, përse hijreti apo shpërngulja e pejgamberit alayhi salam është më e rëndësishme ose është marrë si datë, për shkak se ndodhinë e hijretit kemi 3 elemente shumë të rëndësishme ose bashkimin e 3 elementeve. Elementi i parë është planifikimi njerëzor, elementi i dytë është mundja dhe përpjekja dhe angazhimi njerëzor, edhe elementi i tretë është përkrahja edhe mbështetja hyjnore. Ndodhia e hijretit na tregon neve që nëse se bashkohen këto 3 elemente, planifikimi njerëzor, angazhimi njerëzor, atëherë patjetër që nuk ka më mungu edhe mbështetja dhe përkrahja hyjnore. Me të drejtë është thonë që kur njeriu e ban ato çka është e mundur, Zoti do ta realizojë për të atë që llogaritet e pamundur për njeriu. Edhe realisht në ndodhinë e hijretit pejgamberit alayhis salam e shohim që pejgamberi alayhis salam ka bën një planifikim të detajuar të çdo detaji të këtij udhëtimi. Edhe udhëtimi sigurisht që nuk ka qenë i lehtë, mirë po është shoqëruar me vështirësi edhe me pengesa të vazhdueshme, mirë po në raste të caktuara kur ka përfunduar fuqia njerëzore, ka ndërhy mbështetja dhe përkrahja hyjnore, e cila i ka ndihmu pejgamberit alayhi salatu wassalam për me të kalu sfidat dhe problemet që i ka pas gjatë këtij rrugtimi. Ka mujt i madhi Zot që pejgamberin alayhis salam me dërgu punë sekundash nga Mekka në Medinë, edhe me shku shumë komod, shumë rahat pejgamberi i Zotit, mirë po i madhi Zot ka zgjedhur që pejgamberi alayhis salam me bën një veprim njerëzor, edhe se rezultati i tillë i kësaj kjo ngjarje ose kjo ndodhi me qenë shembull edhe me qenë mësim për besimtarët deri në ditën e fundit. Pejgamberi alayhis salam e ka planifikuar çdo detaj. Pejgamberi alayhis salam kur ka dal në anën e kundërt, jo në drejtim të Medinës ku është prit edhe ku e ka pas synim që të shkojë, mirë po ka dal në anën e Yemenit, atje është strehu edhe ka qëndru për 3 ditë radhazi për me pasë si për rrjedhin ngjarjet, edhe e shohim në këtë moment i thot edhe Ebu Bekri pejgamberit alayhis salam se nëse ndonjëri prej tyre kish me shiqu kamët e tyre
kalmena po neve, pejgamberi a.s. i thot, la tahzan, inna Allaha ma'ana, mos u friksoj, madhi Zot është me neve. Gjithashtu, gjatë rrugtimit pejgamberi a.s. ka dhe një rast tjetër, kur njani prej njerëzve i cili ka vrapu pas pasurisë, për shkak se çmimi ka qenë shumë i madh, 100 deve për atë që e zan pejgamberin a.s. të gjalla apo të vdekur, edhe ato e shohim që ndërhyn fuqia hynore, edhe e pengon ato për me i bë keq pejgamberit a.s. Edhe kështu pejgamberi a.s. pas një vujtje dhe një vështirësie arrin Medinë, edhe i bashkohet shokëve të tij, edhe se rezultati i kësaj, ose nëse guxojmë me thënë, motoja jonë do të me qenë e jani ta bëjmë atë që është e mundur, Zoti do ta realizoj për ne atë që është e pamundur. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu.